në shumë klinika shohim njerëz që kanë bërë specializime të vogla edhe marrin qilpërën. Tentojnë të injektojnë, po. Kush janë rrisjet në fakt kur kualifikimi nuk është i durë? Rrisjet e injektimit janë të shumta, ndër rrisjet më të mëdha të injeksioneve të fillerave patjetër që janë okluzionet arteriale ose bllokimi i enëve kryesore, të cilat gjenden në disa pozicione të caktuara në fytyrë. Nekroza e hundës, kur bëjnë fillera në hund vajzat, testi që duhet bërë nga çdo injektues i fillerave në korrigjimin e hundës. Shkoni para pasqyrës, vendoseni gishtin në zonën që ju keni injektuar. Mbajeni të shtypur për të paktën 10 sekonda, pastaj hiqeni. A ndodh ndryshim i ngjyrës së lëkurës në këtë zonë? Morpheus bëri shumë sensacion kur e reklamoi Kim Kardashian. Është akuzuar shpesh se Morpheus teta shkatëron indin adipoz ose indin dhjamor rreth syve. A mund ta shkatroj? Patjetër që mund ta shkatroj. Ndaj njohuritë anatomike janë shumë të rëndësishme në këtë aparatur. Se njerëzit shumë herë ndryshimin estetik e lidhin edhe me një ndryshim të brendshëm emocional. Dua të bëj një ndryshim se s'm kanë ecur gjërat mirë, do bëj me bukur dhe dashuria, do çeli sa dal nga dera klinikës. Duke ulur gjithë nivelin e euforisë me të cilin pacienti ka ardhur në klinikë për të bërë buzët apo mollzat, me pretendimin se kjo do të ndryshojë jetën e vet, jetën tënde mund ta ndryshosh ti, nuk ta ndryshon as buza, as filleri, as mezoterapia, as një lloj injeksioni tjetër. Filler nga anglishtja do të thotë të mbushësh ose mbushës, por shumë vajza e keq kuptojnë që me mbushjen e buzëve mund të mbushin zemrën edhe mendjen e tyre. As pak e vërtet. Ndjenja dhe ndjesia është përtej fillerave dhe përtej çdo shërbimi estetik. Dhe kam parë klinika që mburen nëpër Instagram që injektojnë qindra pacient në një ditë të vetme, por marzhi i gabimit rritet shumë. Mënyra më e mirë për ta parashikuar të ardhmen është ta krijosh atë. Dhe ti je simboli i kësaj, Bleriana Shqepa, e ftuara e episodit të radhës. Jam shumë e kënaqur që je sot këtu me mua. Ky episod të dashur miq të këtij komuniteti që quhet Inspire dhe që ka grumbulluar vërtet shumë ndjekës dhe shumë dëgjues e shikues të besnik, do t'i kushtohet një vajzë të re me shumë ëndra e cila vjen nga Libofsha, edhe ka pushtuar jo vetëm Fierin po dhe Tiranën tani me 2 klinikat e saj. Jam shumë e kënaqur që ti je një vajzë që nuk ndalesh dhe je shumë e fokusuar drejt dijes. Un kam shumë respekt për njerëzit që gjithë jetën studiojnë. Ti je specializante kirurgjie në QSUT për momentin dhe mjeke estetike në 2 klinikat e tua, një në Fier dhe një në Tiranë. Klinika jote quhet Dermalux. Dermalux. Ka shumë klientë që e njohin, por për ata që nuk e njohin është një adresë e sigurt, sepse këtu kemi një mjeke e cila nuk është thjesht një injektor, një injektuese apo një estetiste thjesht që ka bërë disa kurse dhe disa trajnime dhe merr në dorë fatin e portreteve dhe bukurisë të shumë vajzave dhe zonjave, por është një specializante në kirurgji. Dhe kur studion për kirurgji, unë them që ky është një plus shumë i madh sepse ti një anatomin, ti një morfologjin, njeh muskujt dhe nervat dhe di se ç'bën. Kënaqësia është e ime që jam në podcastin tuaj e ftuar. E veçanta e Dermaluxit dhe veçanta ime si mjeke, patjetër që është kirurgjia një pjesë, sepse duke qenë pranë kirurgjisë, ne shohim shumë mirë pjesën e anatomisë. Në këtë mënyrë jo vetëm parashikojmë të ardhmen ton, por parashikojmë shumë mirë dhe si do të shkojë gjithë procedura e pacientit. Kështu që fjala predict besoj do të lidhet shumë mirë edhe me pjesën se si e kam arritur unë të kem Dermaluxin, por gjithashtu dhe se si unë me syrin tim e parashikoj se si do të dalë çdo lloj procedure në këtë pacient. Ndaj siguria është ajo që më ka ofruar shumë me pacientët e mi. Sa mirë, jemi në duar të sigurta kur shkojmë tek doktoresh Bleri se s'ka shaka aty edhe marrëzi gabimit shumë seriozisht. Është zero në raste kur kemi me mjek të vërtetë që studiojnë mjekësinë, se në shumë klinika shohim njerëz që kanë bërë specializime të vogla edhe marrin qilpërën. Tentojnë të injektojnë, po. Tentojnë të injektojnë. Kush janë rrisjet në fakt kur kualifikimi nuk është i durë? Rrisjet e injektimit janë të shumta, ndër rrisjet më të mëdha të injeksioneve të fillerave patjetër që janë okluzionet arteriale ose bllokimi i enëve kryesore, të cilat gjenden në disa pozicione të caktuara në fytyrë. Zakonisht kur shkojmë nëpër trajnime, pretendojmë ose mësojmë që në nivele të caktuara gjenden arterie të caktuara, por jo, nuk është gjithmonë kështu, sepse njerëz të ndryshëm pozicionimi arterial është i ndryshëm, kështu që duhet të bëjmë dhe disa prova, duhet të kemi dhe një sy kritik, duhet të dimë edhe si ti korrigjojmë gabimet, duhet të dimë si ti shmangim gabimet, kështu që nuk është vetëm një kurs, por është shumë më tepër. Kam shumë pyetje për të bërë, se vajzat janë gjithmonë dhe më kurioze që ti besojnë klinikave të bukurisë, si quaj unë, për të përsosur pamjen e tyre, për ta përmirësuar, për të ndier
filler të reja. Tani rinjt përjetshëm nuk ka, po teknologjia dhe produktet për t'i përmirësuar ekzistojnë. Dhe kush ka mundësi përfiton në mënyrë të zgjuar me prekje të vogla. Unë jam kurioze për shembull të di nekroza e hundës, kur bëjnë fillera në hund vajzat, si mund të evitohet, sepse jam ballafaqur me raste mikeshash të mia të cilat kanë hequr shumë mbas kësaj praktike. Që vajzat e parandalojnë këtë gjë, të lutem Bleri, testi që duhet bërë nga çdo injektues i fillerave në korrigjimin e hundës. Këshill shumë e rëndësishme për të gjithë pacientët që sapo janë kthyer nga klinika që kanë injektuar një zonë apo tjetër të fytyrës. Shkoni para pasqyrës, vendoseni gishtin në zonën që ju keni injektuar. Mbajeni të shtypur për të paktën 10 sekonda, pastaj hiqeni. A ndodh ndryshim i ngjyrës së lëkurës në këtë zonë, pra zona ka zbardhje apo ngjyroset përsëri? Kjo gjë është shumë e rëndësishme. Nëse zona ku ju keni injektuar qëndron e bardhë, atëherë probabël ndoshta kemi një okluzion ose një bllokim të arterjes, ndaj ju lutem kontaktoni me mjekun tuaj. Çfarë bëhet në këtë rast nëse ka një bllokim? Në këtë rast, nëse kemi një bllokim, mund të aplikojmë pjesën e shkrirësit, gjithashtu ka edhe medikamente të tjera të cilat jepen qoftë orale, qoftë edhe me lyerje për të shmangur dhe për të ndihmuar pjesën e zhbllokimit të arterjes. Numri i klinikave estetike sa vjen tash në rritje, por mendoj që pacientët duhet të bëhen më selektiv dhe më smart, më të zgjuar. Gjithashtu edhe mjekët, nga ana tjetër, duhet të kenë shumë kujdes me pacientin. Është shumë e bukur kur injekton disa dhjetra, afër 100 pacient në ditë, sepse kam parë klinika që mburen nëpër Instagram që injektojnë qindra pacient në një ditë të vetme, por marzhi i gabimit rritet shumë. Çfarë duhet të bëjmë? Mjeku është shumë e rëndësishme që ta ndjek pacientin e vet. Nuk është vetëm pjesa e injeksionit, pe një rezultat të bukur, 2 kesh, 2 para të gjeneruara dhe cit kjo ishte e gjitha, absolutisht jo. Pacienti duhet ndjekur nga fillimi deri në fund, dhe bëhet fjalë në fund, unë i them dita e 7 pas injektimit, një mesazh si je, më dërgoj një foto. Në praktikën time të përditshme, pacientët të cilët injektoj glabelën ose hundët i detyroj në thonjza të më nisi një foto çdo ditë në mëngjes dhe në mbrëmje, se si po shkon ky proces. Pasi ja kam shpjeguar disa herë testin, unë vetë duhet të jem e sigurt për gjithë punën time që kam bërë. Në këtë mënyrë ulet dhe marzhi i gabimit. E di çfarë ka dhe një problem tjetër që vëre unë, kur ti bën shopping, ke atë dopaminën, e kënaqësisë së madhe që po blet diçka, dhe shopping terapia dhe në efektin edhe të shitses, e cila shumë e zonja në shitje dhe gjatë shërbimit po të thotë që ti po dukesh një mrekullim atë veshjen. Edhe njëjta gjë është edhe me injektuesit në rastin e një klinike estetike. Unë mendoj që gjëja kryesore, dhe këtë po e them nga pikpamja e një pacienti apo një klienti në këtë rast, është që ti të kërkosh të kesh së pari një sked ku vendoset një datë, të shikosh produktin që ka një etiket, ta fotografosh, të bësh disa pyetje, të bësh një bashkëbisedim, jo shkon atje dhe s'ka asnjë informacioni, çfarë produkti është ky që ti po vendos në lëkurën tënde, që është diçka që do jetoj me ty për shumë vite. Të them një sekret si punon, si është parimi i punës pranë klinikës Dermalux? Po, kam shumë dëshirë ta dëgjoj. Jemi afër kësaj që kërkojmë si pacientë. Jemi shumë pranë. Kur pacienti vjen në klinikën tonë dhe lë një shërbim, asnjëherë nuk ka ndodhur që unë ta marr dhe ta injektoj për 10-15 minuta. Të paktën 10-15 minuta zgjat gjithë konsulta. Fillimisht pacienti ulet. Gjëja e parë që bëj unë me një pacient, i ul totalisht nivelin e kënaqësisë që ai mund të marrë nga kjo procedurë. Kjo nuk është sepse unë nuk dua ta kënaq atë pacient. Kjo është që unë ta mbaj atë pacient të lidhur gjithmonë me Dermaluxin dhe mbi të gjitha me shërbimet e mira, duke ulur gjithë nivelin e euforisë me të cilin pacienti ka ardhur në klinikë për të bërë buzët apo mollzat, me pretendimin se kjo do të ndryshojë jetën e vet, e marr dhe e sqaroj. Jetën tënde mund ta ndryshosh ti, nuk ta ndryshon as buza, as filleri, as mezoterapia, as një lloj injeksioni tjetër. Se njerëzit shumë herë ndryshimin estetik e lidhin dhe me një ndryshim të brendshëm emocional. Dua të bëj një ndryshim se s'm kanë ecur gjërat mirë, një do bëj me bukur dhe dashuria do çeli sa dal nga dera klinikës. Këtu Alketa duhet i sqaroj të gjithë pacientët. Kjo është pika më e fortë e Dermaluxit, që ne e marrim, e ulim pacientin dhe i bëjmë një mini test psikologjik. Ky test psikologjik nuk është ndonjë gjë shumë e madhe, por është një bashkëbisedim i ngrohtë me pacientin për të kuptuar çfarë vërtet pacienti dëshiron të ndryshojë. Pyetja ime numër 1 është: çfarë nuk të pëlqente fytyra jote? Ose më thot pacientja, i kam bërë buzët diku tjetër, çfarë nuk të ka pëlqyer kur i ke bërë? Në këtë formë unë kuptoj më shumë për pacientin. Filler nga anglishtja do të thotë të mbushësh ose mbushës.
por shumë vajza e keq kuptojnë që me mbushjen e buzëve mund të mbushin zemrën edhe mendjen e tyre. As pak e vërtet. Zemra mbushet nga njerëzit që të rrethojnë, zemra mbushet nga meditimi, mendja mbushet nga leximi, kështu që nuk duhet ta keq kuptojmë pjesën që të vim në klinik, të mbushemi sa më shumë dhe do të ndihemi shumë më mirë. Ndjenja dhe ndjesia është përtej fillerave dhe përtej çdo shërbimi estetik. Po tregoj një rast të një paciente e cila më vjen në klinik, kishte lënë një takim, si gjithë pacientët e tjera vjen për një konsult përpara injection, përpara injeksioneve, edhe më thotë se donte të bënte buzët e kishte realisht shumë të bukura, dhe i them po pse do t'i bësh i ke kaq të bukura, kaq natyrale, i kishte vërtet shumë të bukura, po më vinte keq që t'ja prekja, e pash që ishte në një gjendje jo stabil, lëvizte si shumë, kishte diçka përtej asaj kërkese për të bërë buzët, edhe më thotë jam divorcuar, tha, dhe dua të bëj buzët. Në atë moment thjesht stopova. Si mund ta zgjidhim ne gjithë dramën e divorcit dhe si mund ta zgjidhim ne gjithë atë ndjesin me një lip filler? Dua t'ju them gjithave është më shumë se sa kaq. Nuk mund të ndihesh mirë me një lip filler dhe të dalësh para ish partnerit dhe t'i tregosh un kam bërë buzët edhe çfarë? Ose të pretendosh të bësh një lip filler ose të bësh një mbushje në fytyrë edhe të tërheqësh rreth vetes tënde gjithë atë atraksionin, gjithë atë sytë që të ka munguar, është totalisht e gabuar. Ne tërheqim atë që jemi, duke u mbushur vetë brenda me mirësi, me dashuri, me dije. Patjetër prekjet janë një pikë me të cilën ne i shtojmë disa pluse gjithë esencës, do të tërheqim në jetën tonë gjithë njerëzit që kemi munguar. Fillimisht duhet të dim kush jemi dhe çfarë duam. Më jep një mesazh zemre, Bleri. Një mesazh nga zemra Alketa për të gjitha ato vajza të cilat na kontaktojnë me ngulm në Instagram ose na vinë në konsulta për të kërkuar more më shumë edhe më shumë mbushje. Në fund të ditës un jam një sipërmarrëse. Ditë i them shumë mirë edhe po mund ta bësh ti dukesh një yll, por është më tepër se sa kaq. Mua më duhen ato të ardhura në fund të ditës dhe në fund të muajit për të paguar gjithë faturat që un kam. Por kënaqësia që unë marr kur i them jo një paciente dhe kur e shoh që ajo ndihet kaq mirë me veten e saj pas pak kohësh është më e madhe. Të gjitha këto shërbime estetike, të gjitha këto trajtime estetike të cilat janë zgjeruar kaq shumë në masë dhe promovohen në të gjithë botën, në fakt vajzat edhe gratë duhet ta kuptojnë që nuk duhet i kryejnë kurrësi në funksion të burrave. Dhe duhet të ndihen shumë mirë përpara pasqyrës me veten e tyre. Edhe një sugjerim të bukur për djemt edhe burrat, duheni vajzat, duheni gratë ashtu siç janë. Edhe imperfeksionet e veta kanë lezetin e tyre, esenca aty qëndron. Ne jemi unik. Në fakt Alketa, një burr i vërtet e dashuron gruan e vet me të gjitha imperfeksionet e saj. Edhe këtë duhet ta kuptojmë të gjitha ne. Je specializante aktualisht në kirurgji dhe punon me disa nga kokat e kirurgjisë së Shqipërisë. Edhe je në rrethin e mjekëve. Unë mendoj që në një jetë tjetër duhet kem qenë mjeke, se kam patur gjithmonë një pasion të heshtër për mjekësinë dhe unë diagnostikoj nëpërmjet kërkimeve në internet çdo lloj sëmundje. Domethënë shkoj diagnozë pas diagnoze derisa e gjej se çfarë ka një afërmi imi apo çfarë kam unë, sa kam një sinjal në trup, ikim një herë bëj analizat dhe jam hiper kondriake e thekur. Jam më keq se mjekët që gjithashtu vuajnë nga ky sindrom. Kam lexuar një libër që quhet Mjekët, libër i Erik Segal, edhe aty thuhet diçka shumë e bukur. Ne i kemi kthyer mjekët në perëndi dhe adhurojmë hyjnitë e tyre duke ofruar shpirtrat dhe trupat tan, pa përmendur pasuritë tona materiale në sensin që i paguajmë dhe në klinika private kur kemi nevojë. Dhe paradoksalisht ata janë qeniet më të brishta njerëzore. Norma e vetvrasjes tek ata është 8 herë më lartë se mesatarja kombëtare, ndërsa përqindja e varësisë ndaj drogës është 100 herë më e madhe. Dhe sepse janë të dhimbshëm, të vetëdijshëm se nuk mund të përmbushin pritshmëritë e pacientëve të tyre, ndonjëherë nuk i shërojnë plotësisht, ndonjëherë pacientët humbin jetën, ankthi i tyre është i pakrahasueshëm. Dhe me të drejtë, mjekët janë quajtur shërues të plagosur. E kam shkruar diku në mendjen time këtë shprehje. Edhe dua të di se si përkufizon ti mjekët duke parë sfidat edhe profesionin e tyre nga afër që kërkon një precizion dhe një përqendrim dhe që ka një risk kaq të lartë mes jetës dhe vdekjes, shërimit dhe mos shërimit. Shërues të plagosur mudrot zemra, sepse vërtet mjeku është i plagosur,
doja t'ju thoja që asnjë mjek nuk dëshiron që të humbas pacientin e vet, asnjë mjek nuk dëshiron që të shkojë procedura keq e një pacienti të vet. Duke shërbyer shumë në turën e 24 orëshe në urgjencë pranë QSO-s, dëgjoj shpesh pacientët nuk po kujdeseni për ne, ky nuk është kujdesi që ne meritojmë, ju dëshironi që ne të vdesim, absolutisht jo. Siç e thatë edhe ju, ne mjekët jemi vërtet shëruesit e plagosur. Nuk ka asnjë mjek, besoj në të gjithë botën, që nuk do të donte që procedura e pacientit dhe gjithë kirurgjia, gjithë operacioni, gjithë interventi që ai do të kryente të mos i shkonte për mrekulli. Është më tepër se sa shërbimi, është betimi i Hipokratit. Ndoshta disa të tjerë nuk e quajnë, nuk e konsiderojnë, por për mua është i shenjtë edhe shkon përtej kësaj. Ke frikë? Ke patur frikë? Ditën e parë që ke parë me sytë tu një operacion? Jo, me thënë të drejtë nuk kam pasur as pak frikë, kam qenë gjithmonë guximtare, kam pasur pasiguri, por frikë jo asnjëherë. Raporti me bisturinë. Nga bisturia nuk kam pasur asnjë frikë. Përkundrazi mendoj që bisturia është art dhe dije. Nuk mund të hysh në asnjë operacion, nuk mund të hysh në asnjë intervent pa ditur, pa patur një bazë të bukur të mirë teorike dhe patjetër me artin në krah, sepse asnjëherë nuk është precizion. Gjithmonë mund të ndodhin element gabimi në çdo lloj interventi, por fal Zotit ne kemi profesor të mrekullueshëm, të cilët na suportojnë. Dhe sa mirë që disa koka të mjekësisë nuk na kanë hikur jashtë, dhe i kemi këtu profesor dhe mendje të ndritura, disa prej tyre do t'i kemi të ftuar në episodet e ardhshme. Kam fatin që po punoj çdo ditë me profesor të shkëlqyer të kirurgjisë, me mjek të shkëlqyer, të cilët vërtet po japin jetën e tyre, sepse jeta në fund të ditës është ajo përditshmëria. Përditshmëria e tyre lidhet ngushtë me spitalin. Sa mirë dhe sa fat që i kemi dhe që i shërbejnë këtij populli, kurse si nuk duhet i lëmë që të na ikin. Ti je një vajzë e lindur dhe rritur në Libovsh, erdhe bëre studimet për mjekësi të përgjithshme në kryeqytet dhe u ktheve përsëri në 2 fshatra afër ku dhe shërbimin tënd për disa vite? Për rreth 4 vite. Pasi përfundove studimet në kryeqytet, u ktheve përsëri në vendlindjen tënde edhe shërbeve në 2 fshatra afër Fierit. Si kanë qenë fillesat e tua si mjeke? Përshtatja fillimisht ishte pak e vështirë. Nga kryeqyteti, pas 6 viteve, u riktheva përsëri me gjithë ato ëndrat e bukura që unë kisha për të qenë mjeke në kryeqytet, për të patur gjithçka çfarë unë mund të doja të arrija, u ktheva përsëri në fshat. Po tani çfarë do të bëja? Por aty u përballa me një popull të mrekullueshëm, me disa pacientë të mrekullueshëm të cilët më kanë motivuar çdo ditë që unë të mësoja më tepër, sepse duke u marrë me mjekësinë estetike, harrojmë që mjekësia e vërtet gjendet aty kur pacienti është i sëmur. Dhe kjo lidhja e bukur me cilën unë për 4 vite kam shërbyer me devotshmëri në fshat, ka bërë akoma dhe më të fortë me mjekësinë estetike. Patologjia dhe e bukura, dia dhe e bukura. Sëmundja dhe shërimi. Sëmundja dhe shërimi. Misioni përmbushur me sukses. Sa bukur. Ti pse po e vazhdon kirurgjinë, për të patur një optik më të gjerë dhe një uri më shumë nga mjekësia e përgjithshme, apo do të bësh vërtet mjeke kirurgjisë estetika apo plastike? Nuk e di çfarë vizioni ke për të ardhmen tënde. E pa shumë të nevojshme që të merra disa njohuri më tepër. Disa njohuri më tepër nuk mund t'i gjeja kurse si në për 1, 2, 3, 4 trajnime, të cilat më ofroheshin, qoftë në Shqipëri, qoftë në për Europë. Ndaj më duhej patjetër që të nisja kirurgjinë, që të ndihesha më adape vetë si doktoresh. Dhe me kalimin e kohës e kuptova që kirurgjinë vërtet e doja. Shumë mjek kanë ikur nga Shqipëria dhe kanë zgjedhur një ofertë më të mirë pune në vende të tjera të botës. Gjermania kryesonte nga statistikat me sa pash në Europë. Ti ke zgjedhur të qëndrosh dhe të japësh shërbimin tënd këtu në Shqipëri, të ndërtosh edhe biznesin tënd dhe klinikën tënde. Si gjendesh këtu dhe çfarë mendon që duhet bërë më mirë? Siç ta kam thënë Alketa, edhe ditën që jemi takuar bashkë përpara se të realizonim këtë podcast, unë çdo gjë në mendjen time, çdo ide, çdo plan e kam shkruar dhe e kam projektuar, dhe para disa ditësh hap bllokun me të cilin kisha shkruar disa shënime në vitin 2019. Në vitin 2019, çuditërisht, lexova që doja të bëhesha një kirurge. Edhe sot e kisha shënuar këtë gjë. Sot unë jam në vitin e 2 në kirurgji dhe thash, wow, e pas kam arritur. Kisha shkruar në faktet e që doja të ikja në Gjermani, me thënë të drejtën, ose në Zvicër, por kuptova që jemi një vend i mrekullueshëm. Klima që gjendet këtu nuk gjendet në Gjermani. Po të bësh 2-3 llogaritje të vogla ekonomike, çfarë do më ngel mua në fund të ditës në Gjermani? Nëse unë do të punoj gjithë ditën, do të paguaj taksa, do të paguaj qira, drita, ujë, të gjitha, po familja ime? Kështu që
Më mirë në Shqipëri. Dalim dhe llogarit. Ndihem shumë më mirë në Shqipëri. Është më e balancuar jeta, nuk do ta lija kur Shqipërinë. Jeta është më e balancuar, dielli shkëlqen, kështu që më pëlqen shumë. Ju te klinika juaj posedoni Morpheus 8. Do na flasësh, do na shpjegosh pak më shumë se kur jemi nxënës të klasës së parë, ku qëndron e veçanta e kësaj pajisje kaq shumë të rekomanduar? Morpheus 8 është një aparatur unike e patentuar në të gjithë botën. Pra mund të ketë disa aparatura microneedling radiofrekuencë, që është kombinimi i teknologjive që përdoren në këtë aparatur. Por Morpheus 8 është e patentuar për shkak të disa elementeve të cilët unë ja shpjegoj me shumë detaje pacientëve. Është shumë e rëndësishme që të kryhet nga mjeku i duhur, sidomos nga kirurgu i duhur, sepse kirurgu, siç e dim, njehet në perfeksion anatominë e fytyrës, gjithë anatominë e trupit. Morpheus 8 gjithashtu është shumë i akëzuar në botë edhe në Shqipëri, sepse mund të jap disa lëshime të lëkurës, por kjo nuk është as pak e vërtet. Ai mund të jap lëshime të lëkurës ose pjesën e sagging, pjesën e rënies së lëkurës në momentet që nuk kryhet nga mjeku i duhur, në momentet që aparatura nuk është aparatura origjinale. Ndaj është shumë e rëndësishme që ta kryejë kirurgu ose mjeku i duhur pjesën e trajtimit. Në klinikën tënde këtë shërbim në fakt e bën vetëm ti apo edhe kolegët e tjera? Në Dermalux, gjithë trajtimi me Morpheus 8 është ekskluzivitet vetëm i dorës time, sepse gjithë njohuritë që un kam marrë qoftë në kirurgji, qoftë patologji të ndryshme që kam trajtuar kur kam qenë mjeke e përgjithshme dhe gjithë shërbimi në estetik që un kam dhënë në këto 5 vite janë ndërthurur të gjitha bashkë që un të jap maksimumin në një pacient në momentin e aplikimit të Morpheus. Ndaj Morpheus 8 qëndron vetëm në dorën time. Sa milimetër nën lëkurë futet Morpheus 8? Morpheus 8 është një teknologji e cila mund të hyjë nga 1 deri në 7 mm në varësi të gradimit që ne i japim në aparatur. Këtu hy në loj dhe në fush gjithë njohurit kirurgjikale për të ditur se në cilën shtres ne duhet të punojmë më thellë dhe në cilën shtres e lëkurës, në cilën zonë të fytyrës duhet të punojmë më në sipërfaqe për të dhënë rezultatet që pacienti dëshiron. Më jep një shembull që ta kuptoj, lutem. Për shembull, është akuzuar shpesh se Morpheus 8 shkatëron indin adipoz ose indin diamor rreth syve. A mund ta shkatroj? Patjetër që mund ta shkatroj, sepse nëse mjeku akoma nuk e ka kuptuar që zona rreth syrit ose zona poshtë syrit nuk ka nevojë që të hyjë shumë në thellësi, do të ndodhë një shkatrim ose një shkrirje indit adipoz duke bërë të mundur që gjithë zona e syve të krijojë një varje ose një xhep të madh. Ndaj njohuritë anatomike janë shumë të rëndësishme në këtë aparatur. Gabim tjetër që has shpesh në pacientët të cilët më vinë që kanë kryer procedurën e Morpheus 8 në klinika të tjera është që kanë punuar shumë në midface ose në pjesën e mesme të fytyrës, në katin e mesëm të fytyrës. Kurse si ne nuk mund të punojmë në katin e mesëm të fytyrës me të njëjtën thellësi dhe fortësi dhe energji që punojmë në katin e poshtëm, sepse upper face ose pjesa e mesit është pjesa e cila e mban fytyrën më të lartë dhe kjo pjesë nuk duhet rrëzohet. Ku ta gjejmë që ta ngrem dhe të japim sa më shumë suport. Punohet fort. Sa tolerancë ke milimetrash në secilën nga këto 3 kate të portretit? Në këto varet shumë, sepse mund të ketë raste të cilat pacientët kanë kryer blefaroplastik edhe kanë shenja të cilat ne mund t'i punojmë, mund të ketë raste të cilat pacientët kanë kryer fillera sepse tashmë e dim që fillerat në zonën poshtë syve nuk rekomandohen edhe aq shumë, edhe dëshirojmë që ta përmirësojmë pjesën e lëkurës me Morpheus 8 dhe mund të hyjmë edhe pak më tepër në thellësi. Morpheus bëri shumë sensacion kur e reklamoi Kim Kardashian. E kemi dhe në Shqipëri, juve posedoni pajisjen, realizohet me çfarë lloj anestezie, ka pak dhimbje me sa kam dëgjuar? Me thënë të drejtën, Morpheus 8 është një aparatur e cila ka një diskomfort të lehtë, e cila mund të minimizohet me anestezi krem, mund të minimizohet me injeksione lidokaine subkutane ose në lëkurë. E veçanta në Dermalux është se ne mund ta sedatojmë pacientin dhe me një anestezi të lehtë për ta bërë procedurën sa më të tolerueshme dhe për të punuar sa më mirë, patjetër për rezultate fantastike. Morpheus 8 nuk injekton, vetëm me radiofrekuencë dhe mikrogjilpëra. Çfarë i bën lëkurës? I krijon një mikrotraumë dhe lëkura pastaj rigjenerohet vetë? Stimulon kolagjenin ton? Eksakt. Ne hyjmë në një thellësi të caktuar duke krijuar disa mikrokanale në varësi të milimetrave që ne hyjmë në lëkurë dhe japim një lloj nxehtësie, pra një lloj frekuence për të bërë të mundur që gjithë lëkura, sidomos në zonën që kaq shumë e kemi problem, që është shfaqja e xhollsave, rënja e fytyrës që projektohet këtu, dhe bën të mundur që gjithë linja në katin e poshtëm të vijë sa më e drejtë edhe sa më e tërhequr. Gjithashtu është shumë e mirë për qafën apo edhe për dekolten. Pjesa e qafës të gjitha gratë të cilat vuajnë nga
laksiziteti i humbur i qafës mund ta kryejnë shumë mirë pjesën e microneedling, radiofrekuencë me aparaturën patjetër të Morpheus 8. Mund ta përdorim gjithashtu në trup për lëkurën e varur të krave, lëkurën e varur të kofshëve dhe rezultatet janë fantastike. Kur ndihet rezultati, kur e sheh që ka filluar të veprojë ajo që ti ke bërë për cilën ke sakrifikuar, Po, pyetje shumë e bukur se në fakt ne duam ato rezultatet e menjëhershme, por Morpheus 8 rezultatet fillojnë të duken javën e 3 të 4 pas procedurës. Dhe seancën tjetër, nëse duam perfeksionin, mund ta kryejmë javën e 6 dhe të 8. Pra ka një afat kohor të mirë përcaktuar që lëkura të ketë aftësi të rigjenerohet që ne të shohim rezultatet. Pra, periodiciteti në 6 muaj, sa shpesh duhet bërë kjo procedurë? Rekomandoj vetëm 3 herë në vit të kryhet Morpheus 8, edhe jo më tepër, pasi është traumatike, kështu që nëse nuk duam efekte të padëshiruara, të qëndrojmë në këtë interval. Dikush që ka injektuar botox apo filler në portretin e tij, mundet të jetë edhe i konsideruar për të bërë këtë shërbim me Morpheus apo? Logjika të çon që nxehtësia me të cilën ne transmetojmë me këtë aparatur mund të bëjë një rënje të lehtë të gjithë procedurave apo trajtimeve estetike që ne kemi kryer më parë, sidomos kur bëhet fjalë për fillers dhe botox. Ndaj zona të cilat pacienti ka me merak ose mjeku i sugjeron që nuk duhet të punohen fort me këtë aparatur, është e mira të minimizohet energjia me të cilat punohet dhe ndaj këtu hyn në lojë gjithë njohuria anatomike dhe approach ose përqasja me pacientin, çfarë dëshiron pacienti dhe çfarë sugjeron mjeku. Radiofrekuenca e shkrin mbushsin fillerin apo jo? Po, patjetër nxehtësia e shkrin. Ku shkon mbasi shkrin? Acidi hyaluronik është një lëndë e cila gjendet normalisht në trupin ton, kështu që eliminohet me shumë lehtësi kur shkrin. Nuk është asnjë lloj problemi. Thuhet që fillerat migrojnë, edhe korrigjojnë në një periudhë caktuar kohe, po shkojnë diku tjetër edhe krijojnë atje një imperfeksion, një relief. Si quhet ky relievi kodrinor, një relief i palpushëm, i prekshëm, që pacienti e ndjen shumë mirë dhe referon se ka diçka që nuk shkon me lëkurën e tij. Është e vërtetë që fillerat migrojnë dhe ajo që pacientët më thon shpesh, bëjnë një 0.5 ml lip filler. Wow, kjo procedura nuk më mbajti, nuk më pëlqeu fare. Një 0.5 shërben vetëm sa për të hidratuar dhe në momentin që ne riaplikojmë fillera, duhet të kuptojmë që ato nuk shkrin, nuk ikin menjëherë. Madje studimet e fundit tregojnë se fillerat gjenden në trupin ton edhe pas 3 viteve. Atë çfarë duhet të bëjmë neve kur filleri është injektuar jo bukur, ti shikon pas 2-3 vitesh që ai ka migruar, ka krijuar një fryrje apo endje në një zonë të vogël apo të madhe të fytyrës. Edhe do ta rregullosh situatën, ç'do bësh atëre? Këtu është shumë e rëndësishme që të takosh mjekun e duhur që të aplikoj hyaluronidazën, e cila është shkrirësi ose enzima që shkrin acidin hyaluronik, e cila dhe në vetvete ka disa riske, sepse mund të ketë risk për alergji. Ndaj fillimisht bëhet një test për hyaluronidazën dhe më pas kryhet pjesa e shkrirjes së produktit dhe riinjektimi i tij. Flasim pak dhe për radiesën që më thej që është një pikë e fortë e klinikës Dermalux. Çfarë është radiese? Radiese në të vërtetë është një filler, pra është një mbushës, por nuk është një mbushës i zakonshëm, është mbushës i cili në vetvete nuk ka acid hyaluronik dhe nuk ta jep atë fytyrën e fryrë ose fytyrën e cila gjendet shpesh që duket ndonjëherë dhe si e dukshme, sepse është e mbi fryrë me filler me acid hyaluronik. Radiese është një filler me hidroksiapatite ose me mikrosfera kalciumi. Jep menjëherë lifting vertikal, vendoset në zona të paracaktuara nga mjeku dhe me kalimin e kohës nxit prodhimin e kolagjenit dhe elastinës, duke lënë pak jashtë radhe fillerat e zakonshëm. Patjetër që ka disa zona në të cilët radiesi nuk mund të aplikohet, siç është balli apo pjesa e buzëve, ndaj filleri dermal me acid hyaluronik qëndron akoma në lojë, por mendoj që e ardhmja për një lëkurë sa mërinore, që të duket e tërhequr, që të duket e plot, patjetër i shkon radiese. Është shumë frymëzuese që njoh vajza të cilat kanë vizion që mbështesin së pari biznesin, si përmarrjen e tyre mbi dijen, pra mbi studimin e vazhdueshëm, edhe pastaj me pasion edhe me njohuri arrin që të krijojnë dhe linjën e kremrave që ti ke krijuar, nuk e di në cilin laborator prodhohen këto kremra, ky paketim kaq i bukur dhe kremrat. Çfarë janë këto 4 kremra që quhen Dermalux nga Dr. Blair? Me këto punon besoj në klinikën tënde. Me shumë krenari them se jam ndër ato mjekët të pakta që kanë linjën e vet të produkteve në Shqipëri. Unë punoj jo vetëm me këto produkte, sepse këto janë produkte që unë kam zgjedhur t'i kem për pacientet, sidomos të klinikës. Në fillim, kur nisa klinikën dhe kur nisa të investoja gjithë
kohën time për pacientet, mendova që do të atashoja se do të prekja çdo paciente, por nuk mjaftonte. Dy duar nuk mund të shërbenin për çdo paciente. Kështu që lindi shumë nevoja që unë të gjendesha pranë pacientëve të mia me disa produkte. Në këtë mënyrë, unë do të isha më pranë pacientëve, më pranë klientëve me linjën e Dermalux by Dr. Blair. Linja Dermalux by Dr. Blair është një linjë e cila është e certifikuar në të gjithë Europën, është një linjë që njihet nga Ministria, një linjë që analizat e të gjitha produkteve kryhen në laboratore shumë të famshme, janë organike dhe jo toksike. Patjetër, si mjeke, dëshiroj që të sjell produkte që janë shumë të sigurta dhe shumë efektive për të gjitha pacientët e mia, ndaj nuk mund të gaboja apo të neglizhoja çdo hap të krijimit të kësaj linje. Kë kemi bestseller nga të katërt apo të katërt? Bestseller është gjithashtu edhe Face Mask and Scrub 2 në 1, i cili është shumë i veçantë si produkt, sepse aplikohet për rreth 15-20 minuta në fytyrë dhe për 2-3 minuta masazhohet dhe sapo hiqet produkti dhe shpëlahet fytyra me ujë të vakët, ndjesia që të jep në lëkurë është fantastike. Kaq i nevojshëm, sidomos për ditët pas plazhit kur lëkura është e thatë dhe gjithë qelizat e vdekura kanë ngelur aty pa u pastruar, kështu që për të pasur një lëkurë të pastër, për të patur një lëkurë e cila nuk favorizon zhvillimin e akneve, për të qëndruar sa më mirë make-upi, para gjitha eventeve shumë e rëndësishme që të aplikojmë Face Mask and Scrub Dermalux. Do t'i provoj dhe do të them, okay? Pres review. Uroj shumë suksese. Pres feedback. Goca e vogël ku është tani, kush e mban, kush kujdeset? Për vajzën e vogël kujdeset mami dhe patjetër edhe vjera. Sa është vajza, sa vjeç? 3 bën në tetor. Ke pasur një shtatzani shumë të vështirë, nuk e di se si e përjeton ti pastaj si mjeke sëmundjen apo ndonjë vështirësi shëndetësore në cilën e gjendur edhe në rastin e shtatzanisë, që nuk është një sëmundje, por është një sfidë fiziologjike e gruas për të riprodhuar jetën. Në fakt ka qenë ndër sfidat që mbaj mend gjatë gjithë rrugëtimit tim 30 vjeçar në këtë botë. Periudha që kam qenë shtatzan ka qenë ndër periudhat më të vështira, e cila ka qenë totalisht një sfidë për gjithë jetën time si mjeke, për gjithë jetën time si sipërmarrëse apo edhe si bashkëshorte. Shpesh herë luhatjet emocionale, ditët të cilët unë nuk gjendesha në punë dhe gjithë orët që unë nuk kryeja aktivitetet që isha mësuar të kryeja rëndonin jashtëzakonisht shumë në mendje dhe në zemrën time. Gjithashtu, unë linda para kohe, kam lindur 33 javëshe vajzën time të vogël, kemi ndetur rreth 20 ditë në terapi intensive, ishin të tmerrshme ditët në të cilën shifja foshjen time në inkubator, të cilën duhet ta lija aty dhe të kthehesha në shtëpi, dhe periudha në të cilën kam kaluar edhe depresionin postpartum ka qenë akoma edhe më e frikshme sepse unë isha edhe larg vajzës sime. Ka qenë ndër sfidat më të vështira të jetës time, por fal Zotit jemi shëndoshë mirë. Bashorti gjithmonë pranë teje. Gjithmonë pranë meje. Jam me fat për të djalë. Po nuk punoni në të njëjtën industri, jo. Fal Zotit jo. Po pse fal Zotit jo? Shumë e partnershipet e një në biznes shkojnë. Po, në partner në biznes, po, gjithmonë jemi bashkë në biznes, por e kisha fjalën fal Zotit jo në mjeksi, nuk do të dëshiroja një bashkëshort mjek, e di që është një punë shumë e lodhshme dhe shumë e vështirë, ankthi gjithë sikletet, gjithë sakrifisat që mbar në vetvete dhe nuk do ta preferoja asnjëherë partnerin mjek. Ai është në pozicionin e njeriu që të ngushëllon, që të qëndron pranë, ti e ke më të vështirë profesionin, ai ka një profesion tjetër, biznes bërës, por jo në fushën tënde, kështu që ai suporton orët e tua të zgjatura, turnin e tretë, kur ti duhet të jesh 24 orë në urgjencë dhe në shërbim, nuk është e thjeshtë apo jo për një grua që ka një fëmijë dhe ka një familje. Mendoj që nuk është e thjeshtë që pranë ti gjendet një mjeke, por fal Zotit, ai është një tip udhërrëfyes dhe drejtues për jetën time. Pra, në çdo moment, në çdo vendim që është bleri si një sipërmarrëse, ndonjëherë edhe emocionale, ose si një sipërmarrëse që do t'i bëj të gjitha, gjithë mendimi im shpaloset përpara bashkëshortit tim edhe së bashku i japim drejtimin e duhur. Ke një pyetje për mua, sa të gjithë të ftuarit më bëjnë një pyetje, kështu që je lirë të më pyesësh gjithçka ke dëshirë të dëgjosh. Kur kam ardhur në zyrat e klasit, kam qenë e mrekulluar nga stafi yt, nga përgjegjësia e vajzave dhe nga mënyra se si silleshin ndaj klientëve, por edhe mënyra se si komunikoni me ty. Patjetër e kuptoj që gjithë çelësi qëndron mbi alketën dhe gjithë pyetjet që unë mund të kem janë ndaj teje. Si është e mundur që të kesh kaq vajza të mrekullueshme në atë ambient? Vajzat gjithashtu më thanë se kishin të gjitha mbi 2-3 vite deri në 5-6 vite që qëndronin në klas. Kush është çelësi i suksesit që të kesh pranë vetes një staf kaq të mrekullueshëm? Ua, sa bukur që e ke identifikuar, që e ke konstatuar këtë gjë.
kënaqem shumë unë kur njerëzit e vëre këtë gjë me të vërtetë. Unë kam dhe vajza që punojnë prej 14-15 vitësh që kur unë kam nisur këtë sipërmarrje dhe janë aty, edhe tregon shumë për leadershipin mendoj unë, qëndrueshmëria e stafit kur janë shumë gjatë me ty, sepse kjo do të thotë që është një feeling good place, pra një vend ku ato ndihen mirë. Edhe kështu do të jetë çdo vend pune. Mendoj që njerëzit në një sistem që është krijuar duhet ta marrin pak formën e enës ku futen, që do të thotë ti duhet të përcaktosh një habitat me kushte shumë të mira, ku ata japin më të mirë natyre të gjithë dhe ku ndihen emocionalisht të sigurt, ku ndihen mirë, të mbrojtur, të vlerësuar dhe të shpërblyer edhe nga pikpamja financiare. Nuk do shumë shkencë, janë shinat që bëjnë që ai treni të shkojë në drejtimin e duhur gjatë dhe mos dalë asnjëherë nga binarët. Unë nuk jam njeriu më perfekt në botë, nuk jam drejtuesja më e mirë, nuk ofroj çuditë e botës, po për sektorin tim, për benchmarkun e kësaj industrie në të gjithë dimensionet e veta, edhe financiare, mendoj që kam një ofertë dhe një paketë të mirë pune për cilin do që vendos të jetë jo punojësim, por kolegu dhe partneri im, bashkëpunëtori im i rëndësishëm me cilin unë çoj përpara idetë dhe vizionin e një pune të përbashkët, nga e cila të gjithë ne ndërtojmë mirëqenien tonë emocionale dhe financiare për një jetë më të mirë dhe për një jetë më të gëzuar, më të lumtur. Ishte fantastike, gjithë ambienti ishte fantastik. Ndaj lindi dhe kjo pyetje që si keni arritur që ta menaxhoni ose ta mbani në kontroll gjithë ato situata aq të bukur atje. Shiko, në kodin tim gjenetik, që ma ka lexuar një neuroshkencëtare, është të shkruar në fakt që mjedisi për mua është shumë i rëndësishëm. Vendi i punës, mjedisi. Unë nuk e anashkaloj, domethënë dua që të ketë një atmosferë, jo ambienca, jo atmosfera bukur, dritat, muzika, pastërtia, ajo lulje e vogël, ai çaj ftohtë si pastinbe. Më pëlqejnë këto detajet e vogla, aroma e mirë, që sa futesh aty sikur shkputesh nga stresi dhe futesh në një botë që ka ca probleme, për cilat ka gjithmonë zgjidhje, po të paktën është një midis që nuk të streson, nuk është i errët, nuk është një midis ku ti mund të krijosh në fund një midis rutinor, një tavolinë, një karige, ulo dhe puno tani kur diso dhe tani jep shërbimin tënd dhe shtrydhu deri në pikën e fundit të tjerësës. Jo. Ai duhet të jetë një midis që duhet të bëj të ndihesh mirë që në momentin që ti fut këmbën aty, si klient dhe si punonjës. Kaq kisha. Shumë faleminderit Bleri për këtë bisedë shumë të bukur, do vi të të vizitoj te klinika shumë shpejt dhe të uroj shumë suksese edhe të jesh e lumtur gjithmonë me gjërat që bën. Faleminderit. Do shihemi shpejt.